Nderuar panelist, profesor, ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar, jam e nderuar që në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe në veçanti të profesoresh Evi Sala, Ministre të Shëndetësisë, të jem pjesë e një sesioni për fjalën e hapjes në këtë konferencë në drejtim të një entiteti tepër të rëndësishëm siç është dhimbja. Sigurisht në kuadër të dhimbjes është secili nga ne mund të ketë përjetuar gjatë jetës apo gjatë çdo problematike që mund të ketë hasur, element të dhimbjes në nivelin e prekjes, emocionit, shqetësimit psikoemocional, por edhe një element i tepër të rëndësishëm që në kuadrin shëndetësor dhimbja bëhet një simptom e cila tashmë nuk duhet vlerësuar si e tillë, por ndërkohë merr një entitet më vete dhe një vlerë të veçantë. Dhimbja është një përvojë jo e mirë shqetësore dhe emocionale njëkohësisht. Sigurisht, nga secili nga ne në përvojat individuale, nuk mund të ketë për të njëjtën arsye perceptimin e dhimbjes të njëjtë. Dhimbja veçanërisht ajo kronike sot nuk konsiderohet më thjesht një simptom e thjeshtë, por një sfidë komplekse, mjekësore, sociale dhe ekonomike. Përmes përvojave të jetuara, çdo individ mëson mbi konceptin e dhimbjes. Ajo prek cilësinë e jetës, produktivitetin, mirëqenien e individit duke kërkuar një qasje të përvojës multidisiplinare të bazuar në evidencë shkencore, në përvojën humanizmit dhe në bashkëpunimin ndërinstitucional. Përshkrimi verbal është vetëm një nga disa sjelljet për të shprehur në vëmendje shqetësimin që jep dhimbja. Pra, ka një pamundësi për të komunikuar dhe nuk mohon mundësinë që individi mund të përjetojë dhimbjen në çfarëdo lloj momenti e lidhur me ose pa patologji të mirëfillta. Kjo konferencë ndërkombëtare me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur të fushës në drejtim të neuroshkencës, anestezisë, kirurgjisë, psikiatrisë, fizioterapisë dhe shëndetit publik, do të përfaqësojë një platformë të rëndësishme të shkëmbimit të eksperiencave, përvojë dhe inovacion. Profesionistët shëndetësor sot vendosin në qendër cilësinë e jetës së pacientit duke ofruar trajtime cilësore, praktika më të mira reabilitimi dhe komforti. Koncepti në kontekstin e bashkëjetesës me dhimbjen duhet të nënvlerësohet në mënyrën mbështetuese dhe duhet të përkrahijë menaxhimin modern të dhimbjes me mekanizmat neurobiologjik dhe deri tek alternativat moderne, siç paraqiten sot në kuadër të inteligjencës artificiale dhe qasjes integruar në trajtim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbështet nisma që forcojnë më shumë kapacitetet tona profesionale, përmirësojnë standardet e kujdesit dhe rrisin ndërgjegjësimin për menaxhimin e dhimbjes si një prioritet i shëndetit publik. Investimi në edukimin e vazhdueshëm sigurisht që merr një rëndësi dhe vlerë të veçantë, dhe kjo konferencë me kontributin e saj sigurisht do të paraqesi eksperiencën, përvojën, integritetin, humanizmin dhe profesionalizmin e ekspertëve kombëtar dhe ndërkombëtar. Duke ju falenderuar dhe një herë, ju uroj punime të mbara.